Fjala sot. Betlehemi, pjesa e parë. Përshëndetje miq. Mirë se vini në programin Fjala sot. Ky mësim vjen për ju nga pastor Paul Schroeder. A e dini se ekziston një qytet i vogël që mban një nga historitë më të mëdha të njerëzimit? Betlehemi, vendi ku qielli dhe toka u takuan, ku profecitë e lashta u përmbushën dhe ku lindi shpëtimtari i botës. Sot do të mësojmë pse ky vend është kaq domethënës për besimin ton dhe pse vazhdon të frymëzojë miliona zemra. Imagjinoni të jeni vetëm pak metra larg vendit ku lindi Jezus Krishti, të ndjeni atmosferën e shpellës dhe të kuptoni përmbushjen e profecive që ndryshuan botën përgjithmonë. Bashkohuni me ne në këtë udhëtim frymëzues dhe le të zbulojmë së bashku sekretet e Betlehemit, qytetit të shenjtë, të shpresës dhe shpëtimit. Unë kam patur privilegjin e jashtëzakonshëm të vizitoj qytetin e vogël të Betlehemit. Isha në Izrael disa kohë më parë, duke drejtuar një grup. Jam shumë i gëzuar për faktin që pata mundësinë të çoj një grup për të parë këtë shpellë në Betlehem. Jam i sigurt se disa njerëz mund të kenë shumë pyetje rreth kësaj, sepse ndoshta nuk e dinë se vendi ku lindi Krishti ka qenë një shpellë. Izraeli është një zonë me shumë male, ose më mirë le të themi kodra të mëdha. Mendoj se ky është një përshkrim më i saktë. Kur barinjt sillnin delet në shtëpi, ata i vendosnin në pjesët më të ulta të kodrave, në hapësira të formuara natyrshëm, si xhepa të vegjël në anë të kodrës. Ky xhep ishte si kati i parë i një shtëpie. Pjesa tjetër e shtëpisë, aty ku jetonin njerëzit, ndodhej më lart. Kështu ishin shtëpitë në atë kohë. Dhe ne e dimë se kur Jezus i lindi, e vu në një grazhd që është vendi ku ushqehen kafshët. Kur përmendet emri Betlehem, ka shumë skeptik, dyshues, që thonë se kjo mund të jetë thjesht një rastësi, por nuk ka asgjë të rastësishme këtu. Në fakt, të gjitha profecitë mbi Jezusin dhe ka 473 të tilla në Bibël janë përmbushur plotësisht në jetën e tij. Një prej këtyre profecive gjendet tek Mikea, kapitulli 5, vargu 2. Profeti Mikea profetizoi se Jezusi shpëtimtari do të lindë në Betlehem. Tani, ju e dini se ka njerëz që her pas here përpiqen të profetizojnë dhe të bëjnë parashikime për të ardhmen, si Gene Dixon apo Nostradamusi. Shumica e tyre janë shumë të ngjashëm me orakullin e Delfit në Greqi, ku njerëzit shkonin për të marrë një profeci. Dhe ata thonin, kjo gjë më është realizuar, është e vërtet. E me qëra fjala, unë kam qenë në Delfi rreth një vit më parë dhe pash vendin ku orakulli i Delfit bënte profecitë e saj. Edhe ky vend ishte një shpellë dhe ka një histori edhe për të, por tani nuk dua të dal nga tema. Pra, Mikea tha se foshnja Krisht do të lindë në Betlehem. A e dini se kishte 2 Betlehem në tokën e shenjtë? Mendoj se kjo ishte shumë domethënëse. Ishin 2 qytete që quheshin Betlehem. Njëri ishte pranë Nazaretit, gati 10 kilometra në veri të Nazaretit, tjetri ishte në jug të Jeruzalemit, rreth 11 kilometra në jug të tij. Tani, kur një profet në Bibël profetizon, nuk e bën këtë gjë në mënyrë të mjegullt. E kundërta ndodh me ata që përpiqen të profetizojnë sot. Shumica e parashikimeve të tyre janë të paqarta, duke mos përmendur asgjë specifike, konkrete. Dhe sa mundësi ka që kjo të realizohet? Ndoshta 60 apo 70% në varësi të mënyrës se si njerëzit e interpretojnë. Por në Bibël, profetët duhet të ishin 100% të saktë. Nëse një profet thoshte diçka që nuk realizohej, atëherë ai nuk ishte një profet i vërtet i Perëndisë dhe mohohej plotësisht. Profetët duhet të ishin 100% të saktë. Dhe ata ishin shumë specifik. Mikea nuk tha vetëm Betlehem, por tha dhe Betlehem Efrata, duke specifikuar se në cilin Betlehem do të ndodhte lindja e Jezusit pra. Krahina në jug të Jeruzalemit njihet gjithashtu edhe si Efrata, për shkak të fisit që jetonte atje. Kështu, ai e bëri të qartë se në cilin nga 2 Betlehemët do të lindte Krishti.
Kur shkova në Betlehem, kalova shumë kontrole dhe më në fund arrita në sheshin Manger. Ishte shumë qetë, sepse nuk ishte shumë turist në periudhën që shkova unë. Kur mbërritëm atje, u drejtuam nga lindja për të shkuar te kisha. Hyrja e kishës ishte shumë e ullët. Është vetëm 1 metër e 20 centimetra. Dhe sigurisht, shoqëruesit kanë shpjegime të ndryshme për këtë. Hyrjet e mëparshme janë bllokuar jo me tulla, por me bloqe guri, kështu që ata kanë ide të ndryshme. Dikush tha se kjo hyrje e ullët ishte bërë që t'i mbante njerëzit të përkulur dhe të përullur kur hynin në vendin ku kishte lindur Krishti. Kjo duket një ide e bukur, por nuk ka asnjë të vërtetë historike në të. Në të vërtetë, kjo kishte ndodhur gjatë sulmeve të mamlukëve, të cilët hynin në kisha deri tek altari me kuaj. Dhe njerëzit thanë: "Mirë, do ta bëjmë të pamundur hyrjen e tyre me kuaj këtu." Dhe kjo është arsyeja e hyrjeve të ulta që të çojnë në kishën e lashtë. Me qira fjala, është një nga kishat e pakta në botë që nuk është shkatruar kurrë. Kjo ishte ndërtuar nga mbretëresha Helena, nëna e perandorit Konstantin. Dhe ndoshta ju kujtohet që kur perandori Konstantin nxori ligjin që thoshte se e gjithë perandoria do të ishte e krishterë, mbretëresha Helena, që ishte në front, bënte udhëtime në tokën e shenjtë. Thuhet se pikërisht ajo e gjeti pjesën e kryqit të Krishtit në vendin ku është ndërtuar varri i shenjtë. Gjithashtu, është një nga kishat që ajo dha urdhër të ndërtohej. Le të shpjegoj se përse kjo kishë nuk është shkatruar kurrë. Në vitet 600 pas Krishtit, datat nuk i mbaj më të mirë, persët shkatruan të gjitha kishat që u dilnin përpara. Të gjitha përveç kësaj kishe në Betlehem. Dhe arsyeja pse nuk e shkatruan ishte se mbi portën e saj ishin vizatuar dietarët me veshjet e tyre karakteristike të vendeve të lindjes. Dhe kur persët e pan këtë, thanë: "Këta qenë kanë si ne, prandaj nuk do ta shkatrojmë këtë kishë sepse ajo u jep një mundësi njerëzve si ne." Kjo është arsyeja pse kjo kishë nuk u shkatrua kurrë. Tani, një nga gjërat interesante për mua, dhe më duhet të kthehem shumë vite më parë, para se perandori Konstantin të ndërtonte këtë kishë, kjo shpellë nderohej nga kisha e hershme e krishterë. Dhe sigurisht, perandori e saj kohe, i cili besoj se quhej Adrian, u përpoq të shkatronte gjithë këtë zonë. Ai nuk donte të shkatronte vetëm këtë shpellë. Si mund ta shkatrosh një shpellë? Ndoshta duke e mbushur me dhe. Ai donte të shkatronte të gjithë zonën dhe donte të ndërtonte një monument të perëndis mitik Adonis. Adonis ishte i dashuri i perëndeshës mitike Ishtar. Gjithsesi, perandori Adrian mbolli këtu një plantacion të madh me pemë. Ky vend përdorej për prostitucion, që ishte mënyra se si ata i nderonin këto perëndi në atë kohë, dhe ai mendoi: "Tani e kam shkatruar me të vërtet këtë vend që të krishterët e nderojnë si vendi ku ka lindur Krishti." Në marrëzinë e vet, ai po e shënjonte këtë vend. Dhe kur të krishterët të ktheheshin përsëri në zonën e Betlehemit, do të mjaftonte të kërkonin këtë tempull pagan, këtë plantacion me shumë pemë, dhe do të dinin se pikërisht aty nën tokë ishte shpella ku shpëtimtari kishte lindur. Kur ju të jeni në këtë shpellë, nën kishën e lindjes së Krishtit në Betlehem, keni mundësinë të jeni vetëm pak metra larg vendit ku lindi Krishti. Në gjithë atë zonë ka shumë shpella dhe është e vështirë ta gjesh shpellën ku shpëtimtari lindi, por ne e dimë me siguri që është diku aty pranë. Aty është një mbishkrim në latinisht që thotë: Jezu Krishti lindi këtu nga Virgjëresha Mari. Gjithashtu, ka dhe një yll argjendi dhe në mes të këtij ylli është një vrim në masën e një qitroje. Po të zgjasni dorën në atë vrim, do të prekni bazën e shpellës. Menjëherë pas saj, në anën tjetër të shpellës, është një pllak mermeri që mbulon vendin ku ishte grazhdi. Dhe kështu, kur vini në këtë zonë, ju e dini se pikërisht aty është kjo kishë lashtë e ndërtuar në vitet 300 pas Krishtit nga perandori Konstantin, dhe pikërisht aty pranë lindi Jezu Krishti në përmbushje të profecive. Jezu Krishti, biri i Perëndis, i lindur nga Virgjëresha Mari, erdhi për të qenë shpëtimtari ynë. Është një vend i bukur për të adhuruar atë dhe për të falendëruar Perëndin për shpëtimin tonë. Pra, jo vendin, por atë. Është një nga vendet e mia të preferuara në tokën e shenjtë
dhe më pëlqen shumë kur çoj njerëz që ta shohin, kur këndojnë këngë Krishtlindjeje dhe falenderojnë Perëndin. Ndërsa mbyllim këtë udhëtim drejt Betlehemit, le të kujtojmë thellësinë e asaj që ky qytet përfaqëson. Një pikë kthese për njerëzimin dhe një dëshmi e dashurisë së pafundme të Perëndisë. Betlehemi nuk është thjesht një vend gjeografik. Është një ftesë për të medituar mbi mrekullinë e lindjes së Krishtit dhe për të përjetuar fuqinë e shpresës që buron prej saj. A nuk ju mbush me emocion ideja se shpëtimtari ynë zgjodhi një vend kaq të përulur për të ardhur në botë? Betlehemi është një kujtesë se Perëndia e sheh madhështinë në gjërat më të thjeshta dhe më të përulura. Nëse keni pyetje apo doni të mësoni më shumë për Jezusin, na shkruani në adresën tonë postare TWR Albania, kutia postare 130 Tiranë, ose në email twralbania@gmail.com. Këtë program mund ta dëgjoni në YouTube në kanalin TWR Albania, playlista Fjala Sot. Miq, le të vazhdojmë të jetojmë me këtë frymëzim, duke e ndarë me të tjerët mesazhin e dashurisë dhe shpresës që lindi në Betlehem. Faleminderit që ishit me ne sot. Deri herën tjetër, ecni me besim dhe gëzohuni në shpëtimin që erdhi për ne të gjithë.